Analisti Andi Bushati deklaron se ka gjasa që kryebashkiaku Erion Veliaj të jetë burgosur me miratimin e kryeministrit Edi Rama. Në të pa ekspozuarit, Bushati thotë se nuk ka prova për ta mbështetur këtë teori, por në analizën që ai bën thotë se të gjitha rrugët të dërgojnë te kryeministri. Nuk kam asnjë provë, por janë përpjekur të bëj analizë. Dolën mediat që jepte direktiva Veliaj, të njëjtat mediat, ditën që Veliaj u arrestua. Kanë hedhur tezën fort që këtij po ja bën Belinda Balluku. Belinda do themi se e bën mbrapa kurrizit të Ramës. Veliaj prap nxori në përgjime që edhe Ulsiu po komplotonte, edhe Ulsiu mbrapa kurrizit të Ramës. Në bashki vajti Rama dhe fshiu njerëzit e Veliajt. Në listat e deputetëve të parlamentit nuk do të ketë deputet pro Veliajt. Pra gjithë këto rastësi më bëjnë të dyshoj se SPAK nuk është nisur të bëjë drejtësi, por si me Ben Ahmetajn ka marrë urdhër merrni qenin. Pra këto janë dyshimet e mia, thot Bushati. Në fakt, këtë qëndrim Bushati e ka artikuluar edhe herë të tjera, megjithatë për posti edhe shumë analistë të paneleve të darkës kanë të njëjtin mendim. Nga ana tjetër, çdo ditë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzat forta dhe ai ka treguar shpesh se informacionet i ka të sigurta. Në një nga deklaratat e tij të forta, ai tha se reagimet e forta që vinin në emër të rrjeteve sociale të Erion Veliajt, teksa ky fundit ndodhej në paraburgim, duke e sulmuar aktorët e drejtësisë, prokurorë e gjyqtar, nuk bëheshin nga kryebashkiaku i Tiranës, por nga kryeministri Edi Rama. Po ashtu shumë analistë e gazetar thonë të njëjtën gjë, edhe për përgjimet e telefonatave të Veliajt në paraburgim me familjarët, se pas tyre nuk qëndron SPAK-u, por kryeministri Edi Rama.